Kush është Benita Zena, banorja Big Brother? Vetëm 21 vjeç, Benita ka eksploruar disa drejtime në jetën e saj, nga modelingu te muzika dhe paraqitjet televizive. Ajo ka treguar se përveç modelingut, është marrë edhe me këndim dhe rap, duke u shfaqur në emisione të ndryshme. Por, pas pak kohe, muzika mbeti pas. Sipas saj, studime dhe mungesa menaxhimit të duhur e larguan nga rrugtimi artistik. Benita ka pohuar se ka studiuar gjeodezi, ndërsa në jetën e përditshme ka punuar dhe si shitse në biznesin familjar. Diçka që le të kuptohet se vjen nga një familje me mundësi financiare të mira. Madje, edhe shpenzimet të saj mujore i ka deklaruar rreth 2.000 euro. Por ajo që ka bërë më shumë buj nuk ka qenë muzika, as modelingu, por transformimi i saj fizik. Benita ka pranuar hapër se ka shpenzuar 10.000 euro për ndryshime estetike. Vetëm për dhëm ka investuar plot 18.000 euro. Ajo ka deklaruar se leximi është hobi i saj i preferuar dhe madje ka treguar se është autore disa romaneve.